A dhe rikthejmë për minutazhin e fundit, dy fjalë koncentrat në thali Mehmeti, riformatim të Partisë Demokratike dhe në Vjesht. Ka një fjalë të tretë apo ishim boll këto? Jo, mendoj që çdo më thënë riformatim dhe çdo më thënë riformatim në Vjesht. Po sepse je detyruar të presësh fundin e procesit, je detyruar të presësh analizën brenda, të kuptosh çfarë funksionoi, çfarë nuk funksionoi dhe si rrjedhoi të hecesh përpara. Kur them çfarë, nuk do të thotë me terma kështu virtuale, do të thotë kush nën performoi, kush mbi performoi, sepse parimi i skuadrës kush është? Kush performon më shumë, shkon më para. Kush performon më pak, një hapë mbrapa. Gjithmonë populli ka fare. Ky është parimi, ky është shumë i thjeshtë. Doktor, keni ju ambicet e kjo skuadra riformatuare PD-s, se unë jam vërtet e interesuar të kuptoj një njeri që mbi performoi si ju, ka apo jo ambicje që të përparoj në këtë strukturën e re të riformatuar të PD-s të Vjeshtës? Do të dëgjojmë zërin e njerëzve. Zërin e njerëzve do dëgjuat 18.000 vota, ç'të dëgjojmë më shumë? Eksakt, do të dëgjojmë, po jo, se shumë. Nëse më shumë se aq. Ta presim të numërohet. Po edhe kaq janë shumë, doktor, se ju jeni modest shumë, po Ta presim. Unë nuk i djeg etapat, nuk vi nga i fush që digjen etapat, vi nga i fush që gjërat bëhen dhe unë kone vetë se cila prej tyre për të bërë siç duhet. Ju keni hyrë në politik për të bërë karrierë, besoj, nuk keni hyrë për të provuar sa ju duan njerëzit dhe vetëm kaq. Jo. E kuptoj që dëshira është që digjen etapat, por nuk funksionoi ashtu. Ja, nuk duam ne digje etapat, ne duam dalje vërteta. Por të kuptu, unë jo thash ne ju pyetëm se ju vlerësojmë, riformatim në Vjesht, ka apo s'ka? Po bëhet apo s'bëhet? Doktori tha sulaj sekond. Doktori tha nëpërmjet oksigjenimit, beson te oksigjenimi. Shiko. Demokratët e thjeshtë kanë disa vite që oksigjenohen demonstratave, revolucioneve, misioneve, dhe oksigenohen. Aq shumë janë oksigjenuar, ka marrë koka erë, do me thënë nuk besoni doktor, nuk duhet më oksigjenim. Dëgjoni mua, do me thënë ju nga termat shkencore jeni në rregull, por nuk kurohet, shiko, i sëmuri shqiptar, nuk kurohet si një sëmur i një komësie tjetër. Në qoftë se një komësi tjetër do përdori oksigjenimi, te ne duhet izolimi. Në qoftë se tek të tjerë duhet izolimi, atëherë duhet e ne oksigjenimi. Është gjithmonë e kundërta. Tek ne. Historikisht kemi treguar që ne shkojmë me të kundërtën e asaj që duhet. Apo jo? E mendojmë ndryshe. Dakor. Pavarësisht se mendojmë ndryshe. Unë them si mund të arrini në fitore. Unë do mbroj drejtën tate për ta thonë mendimin ndryshe. Kështu ka thotë Volteri. Koha do të tregoj kush nga ne dy kishte drejtë. E di, këtë debat e ka bërë te 2019 dhe u bën 6 fraksione. Tani, Dasula, formativ në Vjesht, s'ka bërë. Këtë që tha zoti Ali Mehmeti, që në Vjesht, unë do të citoja një frazë shumë të bukur që ka thonë i madh Albert Einsteini, që thotë, problemet nuk mund të zgjidhen nga mendjet që i krijuan ato probleme. Që do të thotë, PD-ja dhe drejtuesit e PD-s do të tentojnë totalisht që problemet t'i shkarkojnë poshtë tek populli i oksigjenuar që thot zoti Vasili. Dhe ky është problemi më i madh që ka Partia Demokratike. Dhe do ndodhi kjo që mbasi diskutohen problemet, nuk na ka fajin drejtues e Partisë Demokratike, nuk kanë fajin personalitetet e Partisë Demokratike, për fajin e ka populli demokrat, dhe populli shqiptar i cili ushqit dhe ble, si që thonë dhe vetë këto. E kuptova unë apo e kuptova ti gabim? Riformatimi do vi nga lartë apo nga poshtë? Ja, për të mbaroj. Se po erdhi nga lartë, jo. Jam dakord me ty, po të vi nga poshtë? Ta mbaroj. Nga poshtë ka për Zhe, kush e sjell nga poshtë informatimin, që kemi një muaj ka mbaruar Doktori tha, sigurisht është pasi të bëhet leximin, do ndryshoj rezultatin. Pa u djegur etapat, këndori informativisht ato. Do digjen etapat, më gjë më kujdes, do digjen etapat. Sepse nuk ndodh, vetë që PD-ja ndodh që zgjedh një kryetari i pari, pastaj zgjedh kryetari seksioneve, po si ka statuti o zotëri kryetari i partisë. Sali Berisha ka humbur zgjedhjet apo ka humbur farsë? Të lutem, ja që të ndodhi pra. Lejon shkarkimin dhe largimin më vonë. Tani, këto do zgjedhin, po këto që janë kryetar partie.
seksionesh, grup seksionesh të kryetar partije, do votojnë për të zgjedh, nëse zgjedh ose të japi vot besim prap zotit Berisha, dhe pasaj zoti Berisha me gjithë të afërmit e vet, me gjithë bashkëtorët e vet, do zgjedhin kryetar poshtë pasaj seksionet, në një kohë që do të ishte kundërta. Sot do të kryhet për 3 muaj deri në 6 muaj, do të kishte një grup kolegjial brenda Partisë Demokratike, të cilët të bëjnë analizën poshtë, të cilët të bëjnë zgjedhje seksione, grup seksione dhe kryetar degësh, dhe pasaj të zgjedhë leadershipi i Partisë Demokratike. Në moravesh. Do më thënë katastrofë. Se ai që kishin kishin arrestuar dikë edhe gjatë torturës, i thoshte ai, po çka më bërë, çka më bërë? Atë e di ti. Po pse më godisni, thoshte, atë e dim ne. Ka dhe një histori me Gjerman të ty që është shumë e bukur kjo, që ka dhe më keq akoma. Në kohën e luftës kishin arrestuar një një djalë 3 dhe disa në mosh. Dhe ai i riu shkreti i dhimbë se jetë apo qante. I thot ky më mosh, i thot mos qaj, thot se ka dhe më keq. I thaj s'ka që më keq se nesër do ekzekutoshin. Ka dhe më keq tha. Të lutem tha, qetësove, kur i nxorën përpara tokës pushkatimit i thaj hidhni në pantallonat. Tha thasha që ka dhe më keq tha. Përpara se të vritej. Varet tani ka ndryshuar korat, tani mund t'ishte happy end ai për disa. Sa shtuar shumë ata që ku heq pantallon gëzohen se ke ide. Po më dakord, ka dhe brenda nesh. Ne s'ketet, po ne do e kishim votje. Fakti që PD-ja do të shkoj drejt një riformatimi, le të themi, ne e kemi kuptuar që në deklaratën para një jave kemi diskutuar këtë deklaratën nëpërmjet avokatit të tij Genz Gjukutaj të zotit Berisha, ku tha që do të shikojmë që do të kemi edhe përplasje fizike në kuvend. Pra, jo eliminimi fizike, jo përplasje fizike. Okej. Do atë të tregojsha më kujdesshme. Mos tregoj më kujdesshme. Mos harroj që ne tashmë në PD kemi 2 grupime. Një grupim të fshehtë që quhet grupi reformator, kemi dhe grupin besnik të zotit Berisha, i cili qëndron aty dhe nuk e hedh poshtë, po kemi dhe atë grupin tjetër që refuzon të pranojë një lider që i ka ku është dhe zotit Sula besoj, që është i lodhur me zotin Berisha, që nuk është i kënaqur, që është i përjashtuar, etj. A ka kryengritje? Jo domosdoshmërisht kjo kryengritje mund të jetë publike. Sigurisht që ka një iniciativë, unë kam informacione që është një grupim që po ngrihet, që shumë shpejt do të luftojë për vullën e Partisë Demokratike. Është një iniciativë që ka gjetur zë brenda Partisë Demokratike pikërisht ke ky grupi reformator, por që është një iniciativë e cila po mbështetet shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se kur do të jetë në gusht, do të jetë në shtator, do të jetë në tetor, kjo është çështje muajsh besoj, ose çështje ditësh, por që zoti Berisha këtë informacion e ka. E di, ndaj dhe reagoj me deklaratën që juve me të drejt ju duke frikshme zotit Gjokutaj, po t'ishe sigurt që nuk ishte një deklaratë e një avokati, po ishte deklaratë e një politikat. Mua deklarata për të serë nuk më të rëmbi, se nuk jam pjesë e këtyre gjëra, por ishte e frikshme përsa e përket formulimit që i kishte të gjitha po thea kërcënime në thojza dhe nuk kishte ku e kapi nga ana legale në asnjë fjalë. Pa ishte e frikshme stilistikisht. Por sigurisht dhe përmbajtja ishte goxha. Po, një pyetje kam, unë kështu që më vjen spontane ke riformatimi. Riformatimi do të vinë nga ata që janë pjesë e parlamentit, apo riformatimi do të vinë nga ata që janë jashtë? Pra që të thotë janë subjekt aktiv brenda PD-s, por që nuk kanë arritur të hynë në parlament, sepse me ata që janë brenda në parlament, ato 52, 53, sa janë 50, falë se arrita shumë, këtë drejtë, po me shpresën që ky rinumërimi do të sjellë në një ndryshim. Janë edhe figurat të tjera që kanë kontribuar prej vitesh në Partinë Demokratike. Jam dakord, po problemi është që këto figura, nëse i kanë marrë benefitin e të hyrit në një parlament, i cili, sinqerisht, ekonomikisht, kushdo nga ne do të donte të ishte aty, se me 5.000 euro rrogë muaj. Jo, nuk po flasë për njërës që janë brenda po flasë në pjesën e këtyre kuklave, këtyre marionetave. Pa që shkon në muaj, 5.000 euro. Shi 3.500 doli, me gjithë komisioni, me gjithë ndjera i kapi 5.000. I kapi 5.000 muaj, të shina fali, po kush është ai i cili do të rezikon të një komoditet, me gjithë privilegjet që sjell ai pozicion. Mirë pra, gjithë pozicionin që ka, me pushtetin që ke për të dalë kundër Berishës, në një situatë ku zoti Rama dhe gjithë Partia Socialiste ka pushtet absolut me 83 plus 1 që ka për ta marrë po nga PD-ja,
dhe do dalim me 84 vota. Pra, kush do ta bëjë reformimin është pyetja? Do të vi nga grup nga jashtë, apo do të jetë ky grupi parlamentar? Nga kush do përgjigje? Përgjigje do nga të dy. Po, ta filloj zot Ali Mehmeti sa je hodhi si në vjesht tash. Në vjesht. Në vjesht apo përgjigje? Para vjeshtës. Në vjesht do riflasim. Mo jemi një plan të Ali Mehmeti si se fal. Kur do kemi përgjigje në vjesht? Do ta kemi në momentin e dur që ky diskutim bëhet dhe mbasi ta kemi diskutuar përpara forumet tona të mbrëmshme. Se s'bën, shive, në radh parë bën punë të shtëpisë, bën në shtëpi. Okej, pastrohet shtëpia, ka thënë doktori sa erdhi. Pastaj Trampi përpara. Edhe shtëpia pastrohet nga brenda herë, pastaj pastrohet horë, në fund fare dilet ka rruga. Doktor, kështu që pasojat janë akoma. Urdhërat lutem. Keni patur dhe krim në familje. Pak së kështu është konceptuar nga prokuroria, po, ajo që kanë 8 janar në Partinë Demokratike, në selinë e Partisë Demokratike, ju quajt krim në familje. Shumë e drejtë. Unë kam hyrë në prill të 2022 Partinë Demokratike, këto gjëra ishin ndodhi, janë fakte, kanë ndodhur, ashtu është. Gjëra që ndoshta dhe nuk harrohen, sepse kur flet ke baza, pastaj atë është tjetër gjë, tjetër diskutim dhe tjetër diskutim është. Prandaj u thash, fillimisht flitet brenda forumeve tona. Kur dalim në një vendim kush është metoda më e mirë dhe më e efektive, patjetër do e merrni vesh. Do t'ja limemi, thirrur ju në ambasadën amerikane për të kontaktuar në lidhje në ambasadën amerikane ose nga shtetas amerikan, diplomat amerikan. A jeni thirrur juve për këtë iniciativë që po merret për mbledhjen e disa vota, më saktë firmave të Partisë Demokratike? Jo, është jo. Për çfarë do lloj nevoje? Jo, as unë s'e kam dëgjuar. Se duhet trasja pyetja është tani se jemi në fund. Partia Demokratike është partia doktorit apo demokratëve? Më lutem më përgjigje për këtë se përgjigjja ime është e qartë që është vetëm partia doktorit edhe aty brenda janë demokratët që janë bazë doktorit. Ma formulo pse është partia doktorit dhe si është partia doktorit? Së pari, po të mos ishte partia doktorit dhe të prisë partia e demokratëve të angazhuar në parti sipas forumeve që zoti Ali Mehmeti ju beson shumë, do kishte dalë ndokush që një muaj pas zgjedhjeve kishte thënë në zgjedhjet i humbën ne do të marrim përgjegjësi. Qoftë një të merr përgjegjësinë vetë në atë rol që ka si kryetar i një grup seksioni. Sot kemi vetëm njerëz që i thon Berishës po ke drejt, na vodhën, ti nuk humbe, ne nuk kemi asnjë faj. Përsa kjo s'ka ndodhur, jam e bindur që edhe në shtator ose në vjesht, kur të jetë vjeshta për demokratët, mund të ketë në një proces analize që nga farsë zgjedhore shtetërore elektorate do na shkojë një farsë reforme brenda partisë, kur zoti Berisha do bëjë sikur do ndryshojë diçka, por do rri aty, do ruaj besnikët e vet, se bëri një listë besnikësh ai, nuk bëri një listë konkurruese fituese, kishte ashtu 20.000 votë çdo një Sabaku dhe 18.000 votë që deri tani zoti Ali Mehmeti do ishin listë në mbytur, nuk do ishin ca njerëz që në 2021 bën parti kundër PD-s dhe u reintegruan parti prap pavarësisht që luftuar kundër Berishës. Është problemi që edhe këtu ka i dorë. Unë besoj vetëm te dora Sali Berishës. Besoj vetëm te dora Sali Berishës, i cili gjithsesi në kanale të ndryshme familjare apo lidhjeve të tjera merr influencohet në informë caktuar dhe kjo nuk është një gjë që i ndodh zoti Berisha, çdo lider influencohet, çdo individ influencohet në vendimet që merr. Zoti Berisha mund të jetë i influencuar, por jam e bindur që është ai që kontrollon Partinë Demokratike dhe nuk ka grup rebelësh në parti. Ka njerëz po që shpresojnë ndoshta doktori dikur lodhet ta thotë hajt bëj një rrugë tjetër dhe presin shpresë plot aty në hije, por nuk ka guximin që të thonë aty çodi. Elida, është partia e doktorit apo e demokratëve? Jo, është partia e doktorit dhe derisa doktorit këtë frym do të mbetet e tij. Po kufizohet çdo më thënë kjo? Kjo do të thotë që bollhia dhe si thua ajo leadershipi i tij në gjitha format e manifestimit vet e imponon. Unë e thash në fillim, doktori është aq i fuqishëm. Si imponim suggestiv, thuati. Nuk ka mekanizma të tjera. Jo, dua ta çoj deri në fund, pikërisht. E para është suggestive, bollhia e tij për karrierën e tij dhe gjithë sukseset dhe dështimet në atë parti, ngritjet dhe uljet e veta, por edhe për shkak se ai di ti kontrolloi dhe lista, dhe jam dakord me Sionën, e 50 deputetëve, po e nënvizoj, që janë aq pak sa nuk kanë asnjë vlerë. 46 janë temëruar, nuk kanë asnjë vlerë. Sinqerisht në këtë parlament janë thjesht do marrin rrogën kot. Shkurt muhabeti do marrin rrogën kot. Më vjen shumë keq që do marrin nga taksat tona, sinqerisht, ajo listë është listë e individëve që personalisht mendoj që nuk përfaqësojnë demokratët dhe aty që duhet meritonin gjithë populli demokrat për të përfaqësuar në atë parlament.
Dhe Berisha ka zgjedhur ata persona për të zgjatur hymrin e tij deri ditën e fundit që ja ka thënë Perëndia. Ky është mendimi im. Mendon që ja ka besën doktori Gazbardit? Jo, por e kontrollon. Dita kontrolloj. E ka një dosje? Po me siguri diçka i di. Çfarë dosje? Po derisa e afroj, doktori është makiavelist, është me mjeshtër i makiavelizmit. E njeh princin e Machiavellit në mënyrë perfekte dhe aplikon. Doktori nuk e afroi kot, sepse Bardhi tek e fundit nuk është se do i ofronte ndonjë gjë, ofroi për parlamentarët në atë po ama çfarë mori në këmbim, se ka gjithmonë një shkëmbim, duodes. Dhe doktori e njeh shumë mirë. Doktori mori për parlamentarët, Bardhi mori mandatin e vet. Zoti Sula, partia është e doktorit apo e demokratëve? Pati një fjalim shumë tekën parlament, e kam thënë jo sot, por qysh nga 2013, që zoti Berisha edhe kur ishte Basha, gjoja kryetari i Partisë Demokratike, për mua ka qenë administrator, nuk ka qenë kryetar. Dhe në shtatori... Dhe kur ndodhi ngjarja në shtatorit e 2021-shit, kam thënë deklaratën. Ky është konflikt midis dy burrave. Njëri që s'u bë kurrë kryetar dhe tjetri sikur kurrë kryetar. Dhe këte fiksojnë në kokët, sepse ajo vetëm që nuk është regjistruar në zyrën e hipotekës, apo në certifikat porosie, por në gjykatë është regjistruar, aty regjistrohen partitë politike, dhe ajo parti ka qenë, është dhe do të mbetet e doktor Sali Berishës. Si kryetar apo si pronar? Si kryetar dhe si pronar. Si kryetar dhe si pronar. Kush mendon ndryshe, është destinuar me t'i pritën kamët edhe ti Unë përso kam menduar gjithmonë që është kështu së më ka ndodhur një gjë e mirë, më ja të e ki që jo. Jo, në kuptimin figurativ si bën kështu. Por ka kry punë. Su kapra nuk ka. Në ato figurative s'po prezantojmë që s'bën figurative. Tani doli dhe ka dalë dhe një kështu që do të shikoni keni kujdes. Po si ti shkruajt më bëri atë. Çfarë bëhet? Mama njeriu. Këto mendojnë që gjithë punohet me 2000 veta fisë. Këto mendojnë zarojnë 500.000 vjetë. Po, njeriu do vdesë... Jo, se ti kemi 500.000 veta fisë, por që një fiskëllim dalin gjithë për ty, po ne si kemi ato. Nuk kemi atë lloj problemi fare. Edhe ai që ka shkruajtur ashtu, njëtën e vetë s'ka rrafë një mla për syve. Një miku im i ka thonë një herë që do vi të rrafë aty me i dorë dhe majtë telefoni, me i dorë dhe të rrafë. E kuptova. Antoine? Që të bëj video. Nëse Partia Demokratike nuk jep një përgjigje për qartë për këtë çështje, unë mendoj që do të ngelet në krizë identiteti gjatë gjithë kohës sa do të ketë jetë. Kur ne kemi diskutuar këtu, kur Berisha do të largohej nga Partia Demokratike dhe kujt do t'ia lindte partinë, të gjitha diskutimet, gojët e liga dhe jo, dhe informacionet brenda, tregonin që përpjekjet ishin bërë që vajza e tij të merrte drejtimin e Partisë Demokratike. Mos harrojmë këtë gjë. Nuk pati kandidat tjetër. Por ka një precedent, është Zoti Le Pen dhe Marine Le Pen që është vajza. Po, madje... Kene Greqi, po ashtu. Kene Greqi, shemë sa të duhet. Sinqerisht, edhe nëse merë vajza shumë herë më mirë në këtë situatë që jemi ne. Në mënyrë që të thuhet qartë që kjo është pronë, e jona... Mos të mendoj ndryshe, të këtë ndryshe. Rini boni njësha për të bërë dysha. Thonë që Zoti Berisha ka tentuar të japi edhe djalit partinë, por i prap nuk e ka pranuar sepse merret me biznes. Atëherë ç'a ndodh? Nuk ka alternativë. Si zgjuar Xeni nuk e bën atë. Vajza nuk e pranon dhe Zoti Berisha vazhdon ta mbajë stafetën e tij. Po mendoj që Argita edhe po mendohet. Shiko, në momentin që do të ketë lëvizje nga Shtetet e Bashkuara për t'ia hequr mandatin përfundimtar leadershipit, tani do kemi luftë, o do kemi... Po, duhet të heqë dhe Longrada. Longrada, maroj Lecivitaja, e kryoj. Rrugë $750.000, maroj e fund. Ja, po si mori 6 milion euro ata më përës. Ja, nuk i mori, kontrata është 750 deri për zjedhe ishte. Shjaq mori. E Laçivitës, po ishte vetë tjetra 6 milion? Po avokati, nëse fitojmë për qeverisje. Mirë, pjesën e këstëve fillestare, 250.000 euro shënë fillestare, dolarë sa ishte më përë. Partia Demokratike, si dhe pësa. Shqiptarë. Shiko, kjo teoria e riformatimit më kujton atë terapinë e vampirit. Në vitet, si pas studiuesit Eros Hoxha, është botuar edhe në 2-3 mediume studimit ti. Në vjeshtën e vitit 72 dhe pranverën e vitit 73, diktatori pëson
2 atak kardiak. Parat. Po, 2 të parat, po. Parat. Thuet, si pas të dyesit Eros Hoxha është e vërtet, por ju e kuptoni, faktet gjithmonë janë fshehur për këtë gjë dhe vështirë zorë se do dalin do njerë. Kam gjithmonë dhe terapia e vampirit. Zemra dhe pankreasi mund të kurohen në 2 mënyra, nëpërmjet kordonit që lidh foshjen me nënën dhe nëpërmjet qelizave staminale. Pa pritur në atë kohë, maternitetin e Tiranës zhduken 27 foshnja. Mjekët që dëshmojnë për këtë zhduken dhe ata çuditërisht. Ose pësojnë të ashtu quajturat aksidente. Ata bënin fjalë për 60 deri në 100 foshnje të cilat humbin jetën dhe janë diku në varrezat e sharrës. Terapia e vampirit nuk funksionoi. Diktatori humbi jetën. Pas 1 dekade e diçka më tepër. Pas 13 vitesh. Po, 1 dekade e 3 vjetësh. Ta të 50-tët e PD-s është koincidencë e bukur se është kjo votoni numrin 5, edhe një 0 nga pas. 50. Dhe nga që kanë kaluar 50 ditë nga Pashkët, dhe sot është dita e 51 janë rëshajat, ose zbritja e shpirtit të shenjtë, unë do zoti them mbas e gjendet Mesia i ri, dhe shpirti shenjtë i shkon dhe i qëndron mbi krye ashtu siç ndodh, me që sot është dita e shpirtit shenjtë, dhe mbase shpëton gjithë populli demokrat dhe nuk ka nevojë të shkojë te terapia e vampirit. Të na lër me barr thua ti? E kuptoj. Okej. Jo, Laerti tha diçka Fola për Gabrielin edhe shpirtin e shenjtë, fola për Gabrielin dhe Marion, shpirti i shenjtë zbriti, ai është Gabrieli, mos u ngatro. Shpirti i shenjtë zbriti kur do të pakzimi, a do ta dëgjosh? Shpirti i shenjtë zbret kur do të pakzimi në lumin Jordan nga shën Gjon Pakzori tek i riu që erdhi dhe quhej Joshua deri atëre, ose Jezu ose Isa, profeti. Atëherë zbret shpirti i shenjtë. Okej, jemi në mbyllje, por për jali 2 minutat e fundit, Ali Mehmeti, u hodhën shumë teza, shumë hipoteza, shumë analiza në lidhje me mundësinë dhe pa mundësinë për të bërë një reformatim të Partisë Demokratike dhe përsa i përket faktit, nëse do ketë reformatim do thotë që zëri i shumicës nga poshtë do ketë një ndikim strukturor dhe esencial për kupolën lart. Po nëse kupola është, siç mendon shumica pronare, dhe është autoriteti pa diskutueshëm, si mund bëhet reformatimi? Pyetje, kjo është pyetje. Apo në shtator, më delego për në shtator dhe bëhet në shtator. Po, a këtu jemi në shtator, ku do jemi prap. Nuk ka asnjë problem, shive. Është krejtësisht e nevojshme ndrime përkatëse në atë konceptin e reformatimit që na tham. Po. Bëhen apo s'bëhen, bëhen mjaftueshëm apo jo. Ngjisin si ndryshime apo nuk ngjisin, do të thotë që ne do t'i shohim këto zhvillime shumë shpejt, në fund fare çdo parti politike, ku përfshihet dhe Partia Demokratike, ka i përgjegjësi ndaj njerëzve, sepse shkon përfaqëson ata, por mos kujtojmë që gjithmonë partitë politike bëjnë gjithmonë zgjedhjet më të mira. Kemi në situata ku kanë bërë zgjedhje jo të mira dhe kanë psu një lloj, po themi, ndëshkimi. Njerëzit që mund të jenë larguar. Dhe kanë bërë zgjedhje shumë të mira dhe ja ku na afru. Pra, neve kur patëm fillimisht foltoren, që u hap, kush që shpresa që u ndes dhe si u afruan njerëzit, ishin 2 fjalë thjeshta, hapje dhe meritokraci. 2 fjalë thjeshta. Nëse këto do zbatohen, do garantojnë njerëzit që ka foltoria, ka kaluar 3 vjet. Pra, sa ka kaluar foltoria? Unë këtu qëndroj. Ti qëndron dhe këto meritokracia, do thotë që të ishte nisë. Nëse 3 vjet para, ku ka qenë foltoria? Më kujtoj. Pra, deri famshëm pra. Nëse që atë s'ka marrë përgjigje kjo pyetje, i bie që jemi keq. Jo, përgjigja ja ku është. Meritokracia do thotë që ti fitoi primare, ishte listë sigurt. Po jo mesiona ishte kështu pra. Do të ishte këtu të kërkonte numrin. Nuk zgjedh më kryetari, zgjedh antari. Po faktikisht prap votoi antarësia, do të thotë që deputet i sigurt. Nuk ishte, nuk është. Nuk tham që janë zbatuar. Jemi duke folur për pyetjen që më bëri Zhej. Për të reformatim. Nëse kjo zbatohet, ne kemi pa që kjo e ngjall shpresën. Dhe njerëzit, nëse jo, atëherë jo. Aferin. Okej. Kjo që 364 për sot, faleminderit zotër Sula, faleminderit zotër Ali Mehmeti, Enita Bozhegu, Esiona Konomi, faleminderit Xhej. Antonio Dhabani dhe Lart Vasili. Xhej i madh.
Prandaj lart që gjithmonë përpara se të vish në emision, ti në Instagramin tënd, e turbaton fort prezencën tënde këtu dhe edhe ne në fakt gjithmonë themi lart Vasili po vjen. Po se foltoria është e lirë ende. Okej, dakor. Natë mirë, mirupafshim.